Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci priti në zyrën e tij zonjën Ali Jahaj për të njohur nga afër me situatën e saj, duke treguar vëmendje dhe ndjeshmëri për rastin. Menjëherë pas takimit, administratori i Njësisë Administrative Bërdic, Hekuran Gjorreta, vlerësoi mbështetjen e kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci. Sipas tij, kryebashkiaku tregoi ndjeshmëri dhe mbështetje për këtë rast specifik, si dhe vlerësoi iniciativen e komunitetit për t'i qëndruar pranë kësaj nëne, e cila po përballet me sfida të mëdha. Takimi ishte i mirë, kryetari na priti mirë. Ta gjona si nollin, dikush do mi përdor për ta pjesë. Ky është një rast krejt specifik. Jashtë janë realisht shtëpia do t'ju bëhet, por si njerëzit që mendojnë me bën një shtëpi me hinë stre, por ligji a ligj. Mendimin e gjithë kujna, me pritin e mirë që na bani edhe kryetari sot, besoj se shtëpia do ndërtohet, fëmia do e gëzojnë, do e veçojmë si rast dhe do merrem me procedurat, t'i bëjmë gjonat sa më të lehta për këtë familje, se edhe kjo do të më jetu si tjerat. Dhe pritja ishte e mirë e kryetarit dhe ne jemi të kënaqur për atë pjesë. Edhe vetë kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci ka ndarë në rrjetet e tij sociale detaje nga ky takim. Është shumë i lavdërueshëm solidariteti i treguar nga komuniteti dhe Këshilli i Xhamisë në Bërdic për të ndihmuar me mjete financiare dhe punë materiale falas për ndërtimin e një shtëpie të re. Një histori prekëse që na kujton se krahas respektimit të ligjit ka gjithmonë vend për ndjeshmëri njerëzore dhe solidaritet. Në emrin tim personal dhe në emër të Bashkisë Shkodër kam dhënë mbështetje të plotë se do bëjmë çdo përpjekje për të lehtësuar rrugën e kësaj familjeje, duke siguruar mbështetjen maksimale, procedurale dhe institucionale. Shkodra është vendi ynë i përbashkët dhe askush nuk duhet të ndjehet i vetëm kur përballet me vështirësi.